Organizata veteranëve të luftës gjithmonë ka qenë në kundërshtim prej që është litë të themeluar kjo gjykatë për shkak se i ka hetu këto padrejtësi që po ndodhin edhe sot. Nuk mbaj mend asnjë si shoqëri kosovare, po asnjë si veteran të luftës të ushtrisë shqiptare që ka ekzistuar dikun një gjykatë që ka gjykuar vetëm një etni, në këtë rast ushtrinë shqiptare të Kosovës apo vetëm shqiptarët, edhe nuk i merr fare parasysh provat që i delegon në këtë rast të mbrojtja e të akuzuarve për krimet që kanë ndodhur nga Serbia në këtë rast, nga forcat paramilitare dhe militare serbe. Prandaj kjo është për neve e papranueshme, kjo është edhe një arsye që neve na shtin më ngrit në këmbë edhe me i tregu këto padrejtësi krejt opinionin ndërkombëtar, po edhe shqiptarët ju shihni tash me protestat e fundit po ndodhi një mobilizim i jashtëzakonshëm sepse edhe vetë qytetarët e kanë pa që kjo gjykatë ka devijuar nga misioni i saj. Pra ju e dini fillimisht kjo gjykatë është themelu mbi bazën e një raporti që ka qenë atkur raporti i senatorit Gjysran Dik Marthi. Ai raport më fare nuk ekziston akt akuzë dhe ka humbë edhe arsyeën pse u themelu, pra ka dalë në diçka tjetër krejt ku përfundon deri te disa dëshmitar të cilët e thonë që ndoshta janë dëmtuar gjatë kohës luftës nga UÇK-ja me një lop dhe gjëra të tjera ngjashme që janë papranueshme për ne. Prandaj ne i ftojmë gjithë popullin shqiptar kudo që janë ata, sidomos ne si ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës jemi gjithmonë gatishmëri, po të të bëjmë bashkë e ta ngrisim zonën se është të ndodhur një padrejtësi më e madhe që mohat me në kohën moderne. Një gjykatë që gjykon një etni, në këtë rast luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, një anshëm, është e papranueshme, nuk duhet të jetë e papranueshme vetëm për popullin tonë, por duhet të jetë e papranueshme edhe për mbar faktorin ndërkombëtar. Gjykata speciale duhet të kemi parasysh është gjykatë politike edhe në kohën kur është themeluar. Ka orë si ndikim politik i bashkisë ndërkombëtare, si presion i bashkisë ndërkombëtare për themelimin e saj, gjë cilën ne kemi dëshmuar veten se jemi të gatshëm ballafaqohem me çdo drejtësi ndërkombëtare, jo vetëm këtë rast, po edhe në raste të kaluara. Kosova është shembull një ballafaqimit me drejtësi ndërkombëtare. Mendojmë si organizatë që është politike, vazhdon të jetë politike edhe i druhem që edhe verdikti final do të jetë politik në raport me bashkëftarët tonë që akuzohen atje. Këtu kemi parasysh faktin se i kemi dy bashkëftarë dënuar me nga 10 vite. Ne prandaj nuk presim që kjo gjykatë ka më nxjerr drejtësi, prandaj gjithë këtë aktivitetin tonë sot që bëjmë si shoqata dalën nga lufta, qoftë me protesta, qoftë me takime ndërkombëtar që i kemi që i shprehim shqetësimet tona me ambasadorë, me eurodeputet, bëjmë frymën e kësaj, do të thotë me ngrit këto shqetësime sepse i druhem verdiktit final që do të jetë politik. Prandaj ne nuk kemi fare besim që ka më pas një drejtësi, sepse po të kishte drejtësi në momentin kur raporti i zotit Dik Marthi nuk është pjesë e këtij akuzës, kjo gjykatë nuk ishte dashur me vazhdu punën e saj. Në fakt ne bëjmë më shumë me sensibilizu opinionin ndërkombëtar, po ato vendor shqiptar kudo që janë ata, këto protesta dhe kanë një mesazhin e vetë kanë, ju e dini që gjykata speciale ka marrë mandatin prej popullit tonë përmes deputetëve të Parlamentit të Republikës vendit tonë. Sot populli po i thotë jo në emrin tim. Do të thotë mesazhi kryesor që del prej protestave që kemi organizuar dhe që do t'i organizojmë disa të tjera është me i thonë kësaj gjykate që nuk mundesh me vendos në emrin tim. Nuk ki më legjitimitet apo kredibilitet me vendos më në emrin tim, sepse populli po thotë të kundërtën, ta kena dhënë mundësinë, kena fillu ta kena dhënë pëlqimin për me themelu gjykatën speciale, ne e kemi votuar, jemi kon gatshëm me ballafaqu, prandaj me qenë se ju keni devijuar misionin juve, sot populli po thotë që dënë me ta tërhekat atë besim që ta kena dhënë, sepse keni devijuar misionin juve. Prandaj ne besojmë që kanë me pas sukses këto protestat tona, edhe besoj që zoni i popullit ton ka më shku në ata vesh ku duhet, ku dëgjohet zoni jon, edhe besojmë që jemi në rrugë mirë, nuk do të ndalemi në këto aktivitete, qoftë protesta, qoftë komunikim me bashkinë ndërkombëtare deri në ditën e gjykimit.